edhe ne jemi të prekur në sensin fatmirësisht jo fizik, por patjetër politikisht, shpirtërisht, njerëzisht, nga zhvillimi i fundit në lindjen e mesme dhe nga përshkallëzimi i situatës sigurisë në një rajon ku kemi miq të jashtëzakonshëm dhe ku me krenari jemi një nga vendet e pakta që kemi një miqësi të fortë njëkohësisht me Izraelin dhe me vendet e Gjirit Persik, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katarin, Kuvajtin, Bahreinin, të cilat kanë qenë në rrezen e agresionit të killerave të Teheranit. Situata mbetet e ndërlikuar, vështirë të parashihet fundi i një ofensive të nisur me plot të drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aleancë të ngushtë me Izraelin për të ndaluar një herë mirë mundësinë që regjimi obskurantist i Republikës Komeniste të Iranit të prodhoi bombën atomike. Në këtë moment, sigurisht edhe për ne, si për shumë vende të tjera, prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptar që ndodhen në ato vende, përfaqësitë tona diplomatike dhe konsullare në rajon janë në kontakt të vazhdueshëm qoftë me ne, qoftë me autoritetet vendase, po bëjnë gjithçka për ta monitoruar situatën, për të informuar dhe për të asistuar, ndërkohë që çështja kyç e fluturimeve mbetet një sfidë për të gjithë. Kjo është një situatë që kërkon qetësi, kujdes, informim vazhdueshëm nga burimet zyrtare, ndërkohë që ne jemi solidar me të gjitha vendet e prekura, përfshi pa diskutim edhe Qipron, një vend mik i cili po ashtu u godit, edhe Greqin në shenjë të fortë solidariteti për çka ndodh në Qipro, po njëkohësisht edhe Turqin në të njëjtën kohë që po ashtu u tentua të goditej nga një raket e neutralizuar menjëherë nga forcat e NATO-s. Për sa i takon Shqipërisë, ka pasur lloj-lloj thashëthemer dhe spekulimesh dhe interesante është që ndryshe nga vendet e tjera